jemi duke folë mbi një produkt që neve prapë nuk e dim kush është produkti që është miratuar. E kam gjetur unë. Ndërkohë që kjo do të kishte qenë më mirë që të kishte informacion. Por gjëja që mund ka ardhur dhe këtu kam dhe një përgjigje për zonjën Mema, është që gjithmonë punën tonë, sidomos kur jemi marrë me gjuhën e urrëties, nuk është qëllimi institucionit, dhe do ishte gabim nëse do ishte ky, që neve të imponohemi tjerëve mbi qëndrimet dhe bindjet që ato kanë. Shumë mirë që Dorina është kështu si është dhe parashtron të gjitha bindjet e veta, mendimet e veta, këndvështrimet e veta në lidhje me një argument. Kjo duhet ndodhë dhe kështu duhet të jetë. Por mënyra se si ti në një moment caktuar ndërton një narrativ e cila mund të ushqej dhe të krijoj negativitet, të tepruar subjektivitet kundrejt një grupi, si që kryesisht grup i cili është i paragjykuar dhe i diskriminuar në shoqërinë tonë, dhe ti vazhdon i shton këtij paragjykimi dhe diskriminimin, atëherë kjo gjë për neve krijon shqetësim, sepse nuk je thjesht duke diskutuar thënë bindjet tue, po gjatë këtij diskutimi ti edhe ke krijuar, le të themi, një paragjykim, ose ke krijuar një tri, ose ke mbajtur. Dhe më fal, vendimet që ne kemi marrë për gjuhën e urrëties, në një pjesë lidhen me komunitetin LGBT, por ne kemi nxjerrë vendime gjuhë urrëtie që lidhen me romët dhe egjiptianët. Ne kemi nxjerrë vendime gjuhë urrëtie që lidhen me gratë. Ne kemi nxjerrë vendime gjuhë urrëtie që lidhen me aftësinë. E dini ju që aftësia kufizuar. Këto janë ato pikat si në fillim që janë në rregull. Po jo pra, po ai dinit ju këto? Po ja u them, sepse është e rëndësishme ta kemi tablon në tërsi, jo të marrim se po e pe tablon vetëm në një pjesë. Jo, po ne do diskutojmë ato që han diskutim. E di pse nuk i dim. Zotri nuk i dim. A duhet ta di mirë për çfarë po flasim? Jo pjesët që janë të gjithë pranuara. Se ato do përsërisim ne. Po si kush është e gjithë pranuar? Diçka e gjithë pranuar është okay. Për shembull, në këto që thashë, cila është e gjithë pranuar? Gjithçka që the ti edhe në hyrje, që unë thash, e thon kështu është ideale. Po është folur për këto gjëra? Ja pra që u surprizove, sepse pikërisht gjithë kjo tymnaj që është ngritur krijon problemin e madh që heq vëmendjen njëherë nga gjëja e madhe dhe e vërtetur, por pritje se kjo është një gjë që synon të ndreqë një gjë shumë më të madhe. Po ta them unë të vërtetë. Dhe fokusimin në një pjesë të vogël e bën dhe shoqërinë që po ja të përgjigje Dorina se e ka gjetur ligjin të plot dhe jo nuk po flas për çfarë foli. Po jo, e kam gjetur Më tha që ne bëjmë shumë punë tha dhe për njerëzit me aftësi të kufizuar. Para 2 javësh të verbërit, dua ta theksoj këtë, të verbërit kanë gjetur rrugën, ata që nuk shikojnë rrugën, kanë gjetur rrugën për të dalë në protestë, për të kërkuar mbështetjen që u është mohuar, u është vjedhur. 27 organizatat, sa organizata menaxhohen nga një njeri që ka bashkuar të drejtat e fëmijëve me ambasadën Pink në një zyrë. Çfarë do ambasada Pink e LGBT-s e bashkuar? Mos më ndërprit, nuk të ndërpreva. Patjetër po. Çfarë kërkon e drejta e fëmijëve e bashkuar me ambasadën Pink? Ku i kanë në foto? Unë mendoj që Gonzalo duhet të mbaj përgjegjësi dhe për atë që ka ndodhur mbrëm tek Fevziu, duhet të mbaj përgjegjësi dhe për këtë që po them unë. Kush i ka bashkuar të drejtat e fëmijëve me ambasadën Pink në Shqipëri që janë plus 18? E mbyllim këtu këtë. Dua të them për çfarë that. Ne kemi bërë shumë punë. Ata lloj punësh që ke bërë ti, apo ato lloj punësh që ke bërë, qëndrojnë në zyrën tënde dhe ne nuk shikojmë asgjë. Ne shikojmë që kemi abuzim fondesh, ne shikojmë që kjo LGBT nuk i kanë ndihmuar këto njerëz që janë vulnerabël dhe ne shikojmë që një baba i cili sot jeton jashtë, i cili ka qenë në Rom, u është shëmbur shtëpia, na e vështirësuan jetën, nuk kishim ku shkonim më dhe djalit tim tha, në fund fare i thonë, nëse bëhesh gay të ndihmojnë, kështu si jeni ju, nuk ju ndihmojnë. Pra, e çojnë njeriu ja tërheqin litarin e fytit dhe i çojnë në një lloj edukimi ku duhet patjetër që të bëhen o trans o gay me indoktrinim. Mos u merr me kariotipin, mos merremi fare me anomalit kromozomale, dim në sa përqind janë ato, se po i hyra asaj nuk pushojmë më pastaj, se i bie të shëmbim komplet Bashkimin Evropian dhe ç'po bën me fëmijët e majta në Europë, por dua të them pjesën e padrejtësisë që po bëhet me indoktrinime, duke i dhënë një pushtet mbi pushtete dhe duke shënuar projekti 2021-2027 Shqipëria LGBT, është një projekt që është përfshirë në këtë lloj kombi që kemi në këtë lloj shteti dhe shkruhet i detyrueshëm në kurrikulat shkollore. Dhe kjo është ky projekt. Urdhra. Dorina flet me fakt. Do të nxjerrë edhe shifrat. Fakte interneti, projekt, ç'është ky dokument, kush e ka bërë këtë si dokument? Ta them unë. Ku ekziston ky? E kishit fshirë para mbrëm, po e kemi shkarkuar për fat.
Shkarkojmë ne, ruajmë. Shkarkojmë, po ta Po, e marrim dikush është e kush e bukur. ka bërë këtë dokument. Pse i fshini? Pse i fshini ju? Do të ta njëse me email. I fshini? Po kush ju, po Është ç'kemi? vërtet kjo? Po po, është vështirë. thot ju e. Po, është vështirë. Ja të ta them unë kush është. Atëherë, se i kam postuar para 2 ditësh. Është raport vlerësimi i planit kombëtar të veprimit për personat LGBT në Republikën e Shqipërisë kjo është 2016-2020, kemi dhe tjetrën që është 2021-2027. Dhe thot projekti, kemi dhe shifrat, 331.000 Okej, se do t'i euro. nxjerrim edhe në ekran. Mund t'i nxjerrim ka për shembull shumë. në ekran? Ka shumë. Ose ta drejtosh nga kamera jote për shembull? Sa shumë ka. Jo më dërgoja po që falin, po ta Atëherë- shohim këto që po thoje se. Po patjetër. Një sekondë se i kemi të gjitha Ndërkohë rekomandime. mund Të filloj rishikimi. Ja një sekond. Të filloj rishikimi. Të filloj rishikimi i kurikulës që të përfshihen çështjet LGBT në kurikula në të gjithë nivelet e arsimit dhe veçanërisht arsimin parauniversitar si pjesë e rregullt dhe e detyrueshme. Pra LGBT-ja të jetë pjesë e detyrueshme, do ta nis me email. Do ta nis me email të gjitha, se ndoshta nuk e ke hasur dhe është madje dhe Kjo është foto. strategjia? Harta e Shqipërisë është ngjyrosur me flamurin bukurosh, me shumë ngjyra dhe është projekt shumë i bukur, të duket sikur është një parajs, por ndërkohë është një indoktrinim që i bëhet fëmijëve. Unë nuk do doja të kishte brezi ynë një indoktrinim se po shuhemi. Ke numrin e vdekjeve më të lartë se numri i lindjeve. Pra është një mendim i thjesht për ciptas se si LGBT-t janë problemi për gjithë. jo, burr me burr nuk lindi fëmijë. A kemi Unë nuk kam probleme parë të të tjera lindin ne si fëmijë. shoqëri apo ky Një është problemi sekond, joni? po flasim për këtë temë se kjo është një pikë ujë në oqean që prek Dakor, burimet dakor, njerëzore. ka Nëse probleme do të të tjera më flasim të bashkë, mëdha. hajde flasim për atë komunizmin që po hiqen pulat nga obori, që s'ja ka bërë as Enver Hoxha dje në Ndroq, fshatarëve të Shqipërisë pse kanë bërë një kotec. Pra sepse duhet të shkojmë drejt një ushqimi kooperative të kontaminuar, besoj, se nuk do na bëjnë kooperativa të shëndetshme. Pra ne jemi në një padrejtësi shtetërore këtu dhe në një hing, po na fusin në një hing ku nuk kemi transparencë. A ka mundësi që dhe këto fonde që vinë të shkojnë realisht të këto 200 tranca që janë për të drejtën e tyre njerëzore, për të drejtën e tyre mjekësore, dhe ata akoma keni 15 vite nuk e kishin bërë një dokument për të kaluar në kufi. Gjo, mos u drejto kështu keni, se dukem përfshi dhe mu në një gjë që sa Nuk s'ka po të mundësi përfshi. të jemi. Atëherë, kjo organizat që ti po mbron me kjo kaq është e tepër, fanatizëm, domethënë. zotri. Kjo Po organizat nuk që ti bëj po gjë me mbron. fanatizëm unë mbroj drejta e njeriut me fanatizëm. Okej, bëj nuk po mbroni, organizata ju po unë me sulmoni fanatizëm. drejtat e njeriut se e keni lënë njeriu në meskat të rrugëve. Ky është- Dhe e keni është çuar në mendimi juaj, prokurori patjetër. pse tregoj të vërtetën. Ky është mendimi juaj. Okej. patjetër. Domethënë ju Po, jeni unë mbroj drejta njeriu. intimidues, ju jeni Dhe jo unë personalisht, cënues. jo, unë si institucion, mbroj drejta e njeriu. Atëherë- Kujdo qoftë. Atëherë, ati tranci Kujdo janë shkelur qoftë njeri. të gjithë të drejtat nga LGBT-ja. Dhe shumë mirë që hetohet E dhe lanë ka mes të ekspozuar katë këtë rrugëve. gjë dhe të mund të hetohet edhe të marrin vesh të vërtetën. Po ky është shembulli. Ne për shembull kemi nevojë, ne s'kemi nevojë për Po ajër. shumë mirë më